Nuk po flasim për deponi 3, po flasim për rehabilitim të deponisë ekzistuese, që liza aktuale, e cila operon jashtë jetëgjatësisë planifikuar, jashtë volumit planifikuar, dhe cila ka kohë që i ka humbë licencat shtetërore, do të rehabilitohet dhe do të kaloj në menaxhimin e KMDK-s në vitin e ardhshëm. Ne deri më tani kemi kryer studimin e fizibilitetit, kemi marrë lejet, licencat si në nivelin qendror ashtu dhe lokal. Jemi në proces të shpronësimit të parcelave. Deponia ka operuar në parcelat të cilat nuk kanë qenë pronë e deponisë për një kohë shumë gjatë. Është siguruar financimi për rehabilitimin e deponisë. Ky financim në këtë fazë do të kushtoj 14 milion euro, prej cilave 9 milion euro janë donacion nga Bashkimi Evropian, 3 milion euro janë donacion nga Komuna e Pejës dhe 2 milion euro janë investim i KMDK-s nga fondet vetanake. Pra 14 milion janë të siguruara tashmë dhe ne presim që punimet në rehabilitim do të fillojnë në pjesën e parë të vitit 2027. Jemi duke punuar që sa ma parë të fillojnë, po pritjet tona janë që kjo do të ndodhë në pjesën e parë të vitit 2027. Ne po punojmë që të ndërtojmë kapacitete me sasin aktuale të mbeturinave që gjenerohen, por pritjet janë që me zgjerimin e infrastrukturës për mjedisore, për menaxhimin e mbeturinave, ku hynë impjantet e ndarjes e mbeturinave, impjantet për trajtimin e mbeturinave organike, cilat janë fraksioni ma problematik i mbeturinave sanitare, sasia e mbeturinave në të ardhmen do të reduktohet. Strategjia e re për menaxhimin e mbeturinave obligon komunat që të fillojnë ndarjen në burim, që të ndërtojnë infrastrukturën për ndarjen në burim. Kjo do të reduktoj sasinë e mbeturinave të cilat përfundojnë në deponi, por një pjesë e mbeturinave edhe në të ardhmen fatkeqësisht do të duhet të deponohen. Kjo është edhe aspekti tjetër i ndërtimit të vedijes, por kotë ngritet vedia, përderisa nuk ekziston infrastruktura për ndarjen edhe për trajtimin e mbeturinave të ndara, por ato duhet të shkojnë paralelisht. Shteteve u janë dashur disa vite edhe pas ndërtimit të infrastrukturës që të ndërtohet vedia, të krijohet vedia qytetare për ndarjen e mbeturinave. Sot nuk mund të flasim për ndarjet e mbeturinave. Sot pika më e rëndësishme është që ti rehabilitojmë deponit, që të jenë me standard të Bashkimit Evropian dhe të planifikojmë me kapacitetet aktuale, me sasit aktuale të mbeturinave që ato mbeturina të kenë ku të shkojnë, por hapat e radhës duhet pasojnë.